Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Rreshtit e shiut shkaktuan përmbytje edhe në Maqedoninë e Veriut. Në komunën e Koçanit është vërejtur një rritje e konsiderueshme nivelit të lumenjve dhe kanaleve në pjesën e fushës. Ka dalë nga shtrati lumenj Znorvoski, Bregalnica dhe Orizar. Përpasoj janë përmbytur disa bodrume të shtëpive pranë lumit. Rëshqitjet e dherave shkaktuan vështirësi në qarkullim dhe në rrugën Makedonska-Kamenic, Miniera Sa. Në këto kushte qarkullimi bëhet me një korsi për rreth 200 metra. Në Probishtip është vërtirësuar qarkullimi për shkak të daljes së lumit Kiselica. Në orë lagja Daljan është përmbytur për shkak të daljes së lumit Dalja. Ekipe të ndryshme po drejtojnë ujin drejt liçenit, ndërsa me pompa bëhet zbrazje e bodrumeve, oboreve dhe objekteve të biznesit. Problemi e regjistruar dhe në lumin Koselska pranë fshatit Livojisht, ku i ka dëmtuar rrugën pranurës drejt fshatit Vapila. Në Kërçov niveli i ujit po ulet, por në disa lokacione gjendja është kritike. Rreth 120 persona nga rruga Prilepska janë evakuuar dhe shtruar në palestrën sportive. Pritet të bëhet dhe vlerësimi i objekteve të dëmtuara. Në rajonin e Manastirit, zona urbane është normalizuar përveç në lagjen Stërçin, ku ka depozitime të dheut dhe zhavorit. Në fshatat Kravari, Zhaveni dhe Porodin janë përmbytur sipërfaqe buqësore, por nuk ka rrezik për objektet banimit. Në Resnje, si pasojë e rreshjeve janë përmbytur sipërfaqe buqësore, obore dhe objekte ndihmëse në disa fshatra. Janë angazhuar ekipe me pompa dhe mekanizëm, ndërsa niveli i lumenjve po ulet gradualisht. Në Krushev dhe në Demirisar ka përmbytje lokale nga lumenjt Cërna dhe Obedničica, me obore sipërfaqe buqësore dhe rrugë lokale të përmbytura. Në Kumanov, Likov dhe në Goriçani vjetër për momentin nuk ka përmbytje. Në rajonin e Kriva Pallankës, Rankovsës dhe Kratovës nuk ka shqetësime. Të gjitha rrugët janë të kalueshme dhe furnizimi me energji elektrike është i qëndrueshëm. Në rajonin e Tetovës janë raportuar rrëshqitje të dheut në rrugët lokale drejt fshatit Gjerm dhe zonës së Banjicës, të cilat janë të papërshkrueshme për momentin. Në Reqic të vogël është raportuar shembi një murit mbajtës ku ka pasur dëme materiale, ndërsa në komunën e Zhelinës është raportuar përmbytje e lumit Vardar në fshatin Strimnic. Gjatë 24 orëve të fundit, rreshtet më të mëdha të shiut janë regjistruar në orë me 5 litër për metër katror, 3 litër për metër katror në Mavrov dhe 2 litër për metër katror në Tetov, Demir Kapi dhe Pozhar, si dhe 1 litër për metër katror në Kriva Pallank dhe Krushev, ndërsa dëbor me shtres 1 cm është regjistruar në Kriva Pallank. Moti sot do të jetë i qëndrueshëm dhe me vranësira dhe periudha me diell, ndërsa në Shkup gjatë natës do të ketë kushte për rreshje të erpashershme shiu. Temperaturat maksimale do të arrijnë në 4 gradë Celsius. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.